A pranohet abdesi nëse lym trupin me një krem që t'jep ngjyrë të kaftë për 1 muaj, edhe kur të pastrohet ajo ngjyrë rrin prapë në trup. Nëse është krem që nuk krijon shtresë, pra thjesht e thith trupi dhe ndryshon ngjyra e trupit në të kaftë, siç thot personi që ka bërë pyetjen, nuk ka asnjë problemi. Kësaj bëhet analogji me vajin e ullirit. Ne kemi transmetime të sakta që i dërguar Allahu sallallahu alajhi wasallam lyhej me vajin e ullirit. Dhe normalisht që vaji i ullirit krijon një lloj dhe themi strese të lehtë fare mbi flok apo mbi trup që është. Po ta lysh trupin me vaj ullini direkt dhe ta lajsh, ke parasysh si rrëshqet vaj ai uji mbi vaj. Mirë po, feja këtë gjë e ka toleruar. Atëherë që nën kupton, nëse përdorimi çdo lloj kremi përthithet nga trupi, po ndoshta depërtimi i ujit nuk është siç po t'jetë dora fikse pastër, ka tolerancë. E nëse ky krem krijon stres, që do të thotë nëse unë e gry, krijohet vendi thatë, atëherë nuk quhet abdesi, nuk quhet gusli dhe asnjë. E njëjta pyetje vlen edhe për keratinën që përdorin gratë për flokët. Nuk ka asnjë lloj problemi dhe namazi dhe abdesi dhe gusli është i saktë.